analizën të doja të kishte edhe disa dhëna tjera, unë po spostohem tek Partia e Lirisë, është Tedi Blushi i cili ka një deklaratë. Flas dhe as të filmohet si gjithë të tjerët në momentin e votimit në ambientet e IEPV Jordan Misja. Në respekt të interesimit të medjave, që kishin kërkuar të ishin të pranishëm në procesin e votimit të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Metaj, ishte dakortësuar prej 2 ditësh me administratën e IEPV Jordan Misja, pas kërkesës së tyre që zoti Metaj të votonte sot, pikërisht në ora 10:00, siç ishte njoftuar edhe media nga administrata e burgjeve dhe nga vetë Partia e Lirisë. Edhe sot, në kontaktet që kemi pasur me administratën e burgjeve, jemi njoftuar se në ora 10:00 mediat do të lejoheshin të merrin pjesë në procesin e votimit të zotit Metaj. Por sapo patronazhistët njoftuan se presidenti i Partisë Parlamentare të Lirisë, zoti Ilir Metaj, doli i veshur kuqezi nga qelia e narkoregjimit, gazetarët dhe operatorët nuk u lejuan qëllimisht të hynin në qendrën e votimit. Ky është një rast flagrant i dhunimit të lirisë dhe të drejtave të njeriut. Sa kohë personave të dënuar me vendim gjykate u lejohet të flasin dhe të filmohen gjatë procesit të votimit, ndërsa presidenti të Partisë së Lirisë, e cila nga nesër do të jetë një parti parlamentare me 12 deputet, i mohohet e drejta të flasë para medjave dhe të përgjigjet interesimit të gazetarëve, i cili mbahet në izolim ekstrem, pa fakte dhe pa prova penale, dhe edhe pse është i padënuar. Kreu i organizatës tmerrohet nga ngjyrat kuqezi në përgjithësi, por në veçanti nga ngjyrat kuqezi të Ilir Metës, sepse ato i kujtojnë atij, por mbi të gjitha të gjithë shqiptarëve patriot, mbrojtjen e kushtetutës, sepse ngjyrat kuqezi të Ilir Metës u kujtojnë të gjithë shqiptarëve patriot në Shqipëri dhe anë mban botës, mbrojtjen e kufive të Kosovës nga presidenti Ilir Metaj. Edi Rama ka të merr edhe nga pamjet live të Ilir Metës, sepse ka të merr nga vota e lirë dhe nga liria e shqiptarëve. Kjo censur e qëllimshme dhe e urdhëruar nga narkoregjimi dëshmon të merrin e Edi Ramës nga emri i Ilir Metës në fletën e votimit, tregon të merrin e Edi Ramës nga 2 marsi kuqezi dhe të merrin që Edi Rama ka nga populli kuqezi i 2 marsit që sot do të vërshojë drejt qendrave të votimit për të ndëshkuar tradhtarët e kombit shqiptar. Në emër të Partisë së Lirisë i ftoj të gjithë shqiptarët, patriotë dhe kuqezin, të votojnë dhe vetëm të votojnë, sepse ndryshon vetëm ai popull që lufton dhe voton. Ne jemi popull shqiponjash dhe sot është koha për ta dëshmuar sikur më parë. Faleminderit. Pengimit censurës ish presidenti i Republikës zotit Ilir Meta për